Kosovës, ma bet luta, nëse prish emisionin. Nuk është një më vëtë që mush me burë. Shumë e thjeshtë, është ai po thot, bojkotim do të në mësu në gjuhën shqipe çka i bjen. Atëherë do të në mësu lëvizja vetë vendose çka i bjen bojkotim. Sepse nëse ka dikush që po bojkoton, institucionet janë lëvizja vetë vendosje. Pra, cila është forma? Nëse jo sikur opozita që opozita është funditës të kry punën e vet. Janë detyruar me shku në parlament, janë detyruar me votu. Çdo 4 tetor, që thot rregulloria e Kuvendit të Kosovës. Patjetër. Plus, nuk janë detyruar me votu pro, nuk thot liç që ti detyron me votu pro. Nëse lëvizja vetvendosje dhe aktivistët e saj, oponentët e saj e shohin shtetin si shtet anarkik, jo demokratik, atëherë këtë pjesë keni drejt. Po shkoni ndryshon në kushtetutë. Ne nisim me A. Bojkotimet më thonë ata që nuk votojnë, ata që refuzojnë, ata që refuzojnë me bashkë, tash nuk ndërhidhen, mos ndërhinim. Në rregull, hajde po dëgjoj. Po jeti përsëri gjanat e njëjta frashë, thu diçka tret, lutem. Zoti Oseko besane konkret o thuj bre. Nuk ndërhidha. Po bot monotone këtë mënyrë. A Monikov dëroni për pak? Edhe herë. Pra, njerëz që nuk dojnë bashkëpunim, njerëz që bën ftesa refuzojnë, njerëz që quajnë njërin e Serbisë, Rusisë. Ajo nuk është bashkëpunim. Nuk është ky lloj bashkëpunimi. Ku më thonë du shtetin e Kosovës, du me bë çmos, nuk bën kësi refuzime drastike në fillim, në start. Kështu që kjo nuk është bashkëpunim.